Koncerti Brez pas brezi riktheu në skenën e teatrit kombëtar të operës dhe baletit kujtesën, emocionin dhe trashëgimin artistike të ansamblit kombëtar në një shfaqje ku bori bashkë të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen. Salën e teatrit kombëtar të operës dhe baletit për koncertin gala Brez pas brezi. Artistë që kanë në gjurmë ndër vite u rikthyen për të ndarë skenën me breza të ri. Për para fillimit të premierës, me praninë e zëvendës ministres të turizmit, kulturës dhe sportit, Lira Pipa, drejtorit të përgjithshëm të teatrit kombëtar të operës dhe baletit, Aulo Naçi, dhe drejtorit artistik të ansamblit popullor, Sokol Marsi, u vlerësuan me mirënjohje artistët e shquar të ansamblit kombëtar. Ata emra që për dekada me radhë i dhanë shpirt skenës shqiptare. Gjatë kësaj ceremonie të veçantë, u inaugurua edhe emërtimi i sallës së vallëve me emrin e të madhit Panajot Kanaçi, mjeshtrit që i dha një frymë të re koreografisë shqiptare. Ishte një moment emocional pasi prej kohësh e mendonim që kjo sallë, ky oaz, le do të thosha ky tempull i vogël këtu, të merrte emrin e Panajot Kanaçit, profesorit ton të madh të koreografisë dhe ja arritëm dhe sot këtë jetutje, kjo sallë do të quhet salla Panajot Kanaçi. Dhe për këtë jo vetëm që jam i lumtur që e realizova, por jam dhe shumë i kënaqur që të gjithë artistët, nxënësit e profesor Panajotit ishin sot me ne dhe vërtet përjetuan emocione të jashtëzakonshme. Mes kujtimesh, emocionesh dhe energjisë të brezave të ndryshëm, skena e ansamblit popullor u bë vend takimi artistëve që kanë kontribuar ndër vite në ruajtjen dhe përcjelljen e folklorit shqiptar. Artistët veteran rikthyen emocionin dhe përvojën e tyre, ndërsa brezi i ri solli freskinë dhe vazhdimsinë e traditës. Në botë qeve që u bë kjo lloj aktiviteti, duhet bë gjithmonë që na kujtojnë, na respektojnë. Po kështu edhe me këta të rinj që kanë ardhur, është për të lavdëruar, është talent. Një pjesë të tyre i kanë pas nxënës në shkollën e baletit. Janë të talentuar, duhet përkrahur, duhet mbështetur. Edhe duhet vazhdo kjo nisma, të trashëgohet, është gjë shumë e bukur kjo. Transmetimi i brezave ka një kuptim. Që të ruhet akoma ai ansambël që ka qenë dinjetoz, që ka përfaqësuar shtetin, kena qenë elitë, domethënë që na thoshin kombëtarja e Shqipërisë. Ka qenë një pasaportë. E kemi të justifikuar me punë, me djerës, me sakrificë, me shumë gjëra. Dhe janë sot po mblidhen prapë, po na i kthejnë prapë atë emocion. Është një nder i madh. Ndihem shumë emocionuar. Është kënaqësi e madhe mbas 35 vjetësh të kthehem përsëri në këtë skenë. Duhe kërcyer veçanërisht ato vallet të mrekullueshme të profesor Panajot Kanaçit, që është një aset për kombin ton.
emocioni është shumë i madh, ndonë se unë kam 2-3 vjetë që punoj me këta për të bërë një krimtari, por për të kërcyer në skenë nuk e kam pasur rastin. Dhe mezi se kam prit ka një javë që edhe s'na zë gjumi për këtë punë. Një koncert me plot emocione, me plot kujtime, me plot dashuri dhe me plot melodi. Unë jam shumë e lumtur se e sjell ninullën time, që kam kënduar dhe në Gjirokastër, shkoj në Zogjë të Trumatrun, e son ta sjell prapë të publik të dashur që e du shumë. I emocion që ndjehet ke mua, se unë kam vite që jam larguar nga ansambli, edhe jam rikthyer me këtë koncert që zhvillohet për gjithë artistat që kanë marrë pjesë për kontributin që kanë dhënë. Për mua ky rikthimi ishte një mrekulli, mund t'i them, se pas 34 vitesh të prekësh këtë skenë magjike është gjë e jashtëzakonshme. Dhe këtë unë e vlerësoj shumë dhe vlerësoj drejtorin e teatrit operas, drejtorin artistik Sokolin, edhe Fuati Seneshin, shokun ton, që bëri të mundur këtë koncert madhështor për ne, dhe kjo do të mbetet e jashtëzakonshme për të gjithë neve dhe për publikun. Është një nder dhe kënaqësi shumë e madhe që ne po le të themi sot kemi mundësinë për me performuar në skenë me këngëtarë të mëdhoj siç është Irini Qiriako, siç është Aranit Hoxha, siç është Lek Pecnikaj, e shumë artistë të tjerë. Edhe është një ndër kënaqësi domethënë më të mëdha. Ndjem shumë i privilegjuar që po ndaj skenën me ata artistë cilët kanë dhënë shpirtin, jetën e tyre në këtë skenë dhe po ndajnë eksperiencën e tyre me ne dhe shpresojmë të marrim maksimumin me eksperiencën e tyre. Sot unë kam për të performuar solist vallën e gështenjave, është një vallë shumë e vështirë nga ana teknike, por një vallë që të përcjell shumë emocion. Shpresoj që të jap maksimumin tim. Sa lulet kanë ardhur sonte në këtë rikthim në këtë skenë? Është emocioni i jashtëzakonshëm, por bravo i qoftë drejtorisë që vlerësoi punën që është bërë nga gjithë këto kolos dhe na nderuan, na sollën këtu, sollën gjithë publikun. Mua më kanë bërë kërkesë edhe nga shqiptarët e Kosovës kur do vim. Imagjino çfarë nostalgjie për atë punë që është bërë. Edhe këtë nxon si t'ja. Shive, me shumë emocion që kanë bërë. I ka sjellë zyshës gjithë të lule.
Sot jam ndjerë kaq e emocionuar, por kaq e lumtur, sepse të merr malli për këtë skenë. Ne kemi lënë në çdo mur këtu ku mbon zëri jon. Kemi 36 vjet të këndosh në këtë skenë. Por jam e lumtur sepse drejtori i Teatrit Operas dhe Baletit, edhe drejtori i ansamblit bën një gjë që unë e kisha ëndër gjithmonë, unë dhe Sabaheti, që të ftohen brezat e vjetër, ato që kanë lënë gjak në këtë skenë. Dhe këta tash e bën për të parë, po më vonë se sa kur i thon, edhe jam shumë emocionuar dhe lumtur. I falenderoj gjithë që ishin pjesë e kësaj shfaqje. Dua të falenderoj mamin edhe babin, ju pull fort. Dua të falenderoj të gjithë ata që erdhën sot për mua, edhe do të them që ishte një emocion i papar. Kur në jetën time nuk e kisha përjetuar, edhe uroj të bëhet çdo vit. Të them që do e shoh veten mas sa vitesh, po një lloj si këta mund ta them, po nuk e di çfarë emocionesh do përjetoj unë mbasi sa vitesh. Është emocion tjetër se shikon historinë, shikon paraardhësit e tu, shikon ata që i dhanë frymë kësaj që ne po bëjmë sot. Festë e madhe është emri Besim Zekthit, është emri Recep Çelikut, është emri Liliana Cingut, është emri të gjithë këtyre që ishin sot tu, po edhe ata që nuk ishin. Premiera Brez pas brezi nuk është thjesht një koncert, por një festë e traditës shqiptare dhe një urë lidhëse mes artistëve dhe publikut ndër vite. Dy mbrëmje që solën në skenë historinë, emocionin dhe shpirtin e folklorit shqiptar, për të dëshmuar se arti vërtet mbetet gjithmonë i pavdekshëm.